Çështja Balluku po pritej me shumë interes për atë standard që do të vendosej këtu, por edhe për pritshmëritë që dukej se kishte Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Ka patur reagime të ambasadave, dje para dhe pas votimit. Sot kryeministri tha që nuk lejoj njëri të më shohë nga lart poshtë. Parlamenti është sovran në Shqipëri, kjo nuk e pengon fare rrugën e integrimit. Të sqaroj 2 minuta skemen se si funksionon, që edhe shqiptarët të dinë. Shqipëria është në prag të antarësimit, zgjat 3 vjet, zgjat 5 vjet apo zgjat 10 vjet është proces. Ky proces në për cilin po kalon Shqipëria kanë kaluar edhe vendet e tjera të Europës Lindore. Dhe në çdo vend të Europës Lindore që ka qenë në periudhën e para antarësimit, Bullgari, Rumani, Kroaci edhe vendet e tjera kanë kaluar nëpërmjet një procesi tjetër më përpara që ka qenë pastrimi i klasës politike nga korrupsioni. Kjo që po ndodh Shqipëri me reformën në drejtësi edhe me SPAK-un nuk është e veçantë për Shqipërinë. Kanë kaluar vendet e tjera përpara Shqipërisë dhe është cikël që do të kalojë çdo shtet që do të antarësohet në Bashkimin Evropian. E parë në këtë këndvështrim, hiç peshqit e vegjël, edhe peshqit vegjël të edhe ministrave, gjithë këtyre, çfarë ka ndodhur? Është nis pari me leadershipin e opozitës. Për shkak se kishte akses edhe kontrollonte një pjesë edhe Rama, u godit Sali Berisha, u godit Ilir Meta, Fatmir Mendiullahat në Qykat. Por nuk mjafton me kaq. Sigurisht që këta u goditën do të paktën një herë në rastin e Berishës, në dosje falso, po pak rëndësi ka, se plas si logjik e gjërave. Pas kësaj, sepse duhet pastrohet opozita njerëz që të vinë pushtet, dhe pas kësaj do vinte radha qeverisë. Kur them do vinte radha qeverisë, do vinte ke peshqit të mëdhej. Peshqit të mëdhej kush janë? Erion Velie, Belinda Balluku, Edi Rama. Nëse flasim me gjuhën e shahut, gjithë të tjerë ministra, drejtor janë ushtar. Erion Velie ishte torra. Edhe ke torra nuk i prishte punë Ramës. Belinda Balluku është mbretëresha. Po çfarë ndodh pasi digjet mbretëresha? Ka radhën mbreti. Patjetër. Dhe mbështetja që Rama i bën Belinda Ballukut nuk është sepse po e mbështet Belindën, nuk do ta anshoj Belindën, apo edhe pse Belinda i bën shantazh. Sepse Belindën e rras mrenda siç e rrasi Erion Veline dhe zguxon Belinda të hap gojen. Nuk guxon Belinda të hap gojen nëse do të dalë e gjallë që aty. Kështu që nuk e ka ke Belinda. E ka ke vete sepse prap pas Belindës e ka radhën ai. Shto tjetrën, që 2 doset më të mëdhaja që janë tani, ajo e Akshit dhe ajo e Belindës, dosja e Belindës të qonë në zyrën e kryeministrit, dosja e Akshit të qonë në shtëpinë e kryeministrit. Dhe të 2 dosit janë aktive. Ka zëre që Rama është marrë në pyetje nga SPAK-u në lidhje me dosjen e Akshit, nuk e di, takon aty përpara se të largoj gazetarët nga konferenca për shtyp, dali të shpjegoj gazetarëve a është rrit apo s'është rrit nga SPAK-u për të dëshmuar në rastin e asaj të Akshit. Betejë e Ramës